Kur ta mendosh këtu prapa me na jep të leksionën e Big Brother si do duhet ta jetonim jetën dhe na tregonte nga çfarë gjëra duhet qëndronim larg. Elvis Pupa dhe bashkëshortja e tij të akuzuar për trafikim të substancave ilegale në Australi, aktori në kërkim. Tani më është publike urdhër arresti i tina, lajmin e ku marrë tek Top Channel, do më thonë, quelle is Top Channel, për mja dhonë kreditat të Channelit, se pastaj për na del problem me ta. Jashtëzakonisht interesante me shku në Australi me jetu edhe mu marrë me kësi lloj gjërash se pastaj me ardhë me na tregu se jetohet jeta. Jo gjithçka që shkëlqen është flori. A e kishë prit një ndodhit e tillë nga Elvis Pupa, apo edhe për juve është befasi si që është edhe për mua?